Sulmuesi kombëtares Mirlin Daku nuk mori asnjë minutë në dy duelet e fundit kualifikuese të botrorit ndaj Anglisë dhe Andorrës, duke i ndjekur ato nga stoli. Pavarësisht kësaj situate as pak të këndshme për të, 27-vjeçarin nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare të tij, teksa ka ndarë me fanca dy foto nga stërvitja me Rubin Kazanin, ka shkruar: "Durimi është vlerë, për këtë unë kurrë nuk ngutem." Një postim ky, që me shumë gjasa është i lidhur me mungesën e minutave me fanellën kuqezi, kujtojmë që Daku është një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadra ruse e Rubin Kazanit, ku në 15 ndeshje në kampionat ka shënuar 8 gola. Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho insiston se ekipi aktual është i gjithë i krijimit të tij dhe ndihmësve më të afërt të Doriva dhe Sabaleta, siç e shprehu qartësisht pas ndeshjes së fundit në eliminatoren ndaj Anglisë, dhe në këtë kombëtar është përcaktuar edhe hierarkia e qartë e disa lojtarëve, ku bie në sy se tashmë Yasir Hasani dhe Mirlin Daku nuk kanë një rol domethënës në planet e trajnerit. Në dy ndeshjet e fundit të dy ishin të gatshëm në stol, por si ndaj Andorrës ashtu dhe përballë Anglisë, Hasani dhe Daku nuk e panë fushën e lojës për asnjë minutë, pasi trajneri bëri zgjedhje të tjera edhe pse kishte zëvendësime në dispozicion. Hasani nisi edicionin si titullar për të zëvendësuar në minutën e 78 të ndeshjes së parë ndaj Anglisë në Wembley, që atëherë trajneri duket se ka humbur besimin te futbollisti, duke mos i rezervuar më asnjë minutë në kualifikues ansorit, i cili me golat e tij ishte një nga emrat kryesorë që quan Shqipërinë drejt Euro 2024. Daku nga ana tjetër nuk ka qenë kurrë titullar me Shqipërinë në këto eliminatore, ku ka luajtur në 4 ndeshje duke qëndruar vetëm pak minuta në fushë. Në total 59 minuta, të cilat të shpërndara në 4 sfida, e shohin atë shumë larg asaj që mund të cilësohet aktivizim i rregullt apo efikas. Me pak fjalë, roli i tyre në Shqipërinë e Silvinhos është ndjeshëm i reduktuar dhe fakti që të dy mbetën në stol në sfidat vendimtare të nëntorit jep një sinjal të qartë se trajneri ka ndryshuar këndvështrimin ndaj tyre gjatë këtij viti, me pasoja që mund të ndjehen në grumbullimin e marsit.